Rreth 20 familje nga fshati Kodër Zgjup në Gramsh kanë protestuar përpara bashkisë duke kërkuar dëmshpërblim për banesat e dëmtuara. Me pankarta në duar, ata denoncojnë zvarritjen prej 6 vitesh të çështjes së tyre nëpër institucione, pa marrë asnjë zgjidhje konkrete. Sipas banorëve, dëmtimet e banesave kanë ardhur si pasojë e rrëshqitjes së tokës, e shkaktuar pas ndërtimit të hidrocentralit të Banjës, çka i ka detyruar të jetojnë me qira prej vitesh. Ata akuzojnë drejtuesit vendor të asaj kohe për trajtim selektiv, duke theksuar se disa familje janë dëmshpërblyer, ndërsa të tjerat janë lënë jashtë skemës. Për të protestuar për padrejtësinë që na është bërë nga Bashkia Gramsh. Neve këto njohim si shtet. Pika jonë është sepse fshati jonë, për shkak të liçenit të Banjës, u cilësua i pabanuar. Shtëpiat na janë prishur për shkak të liçenit. Nuk kemi lënë vend pa kërkuar në të gjitha zyrat shtetërore, duke filluar nga këtu deri në Tiranë. Dhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Për 6 vite që rrim rrugëve. 7 vjet që tallet me neve. Që kemi ardhur këtu, kemi bë kërkesë, na ka thonë që do bëjmë 3 palë, vetëm gënjen, jo këtë shtumë për këtë del, as si gjo s'ka bërë. Bashkia e Gramshit. Zgjupa. Zgjup Kodër. Edhe këtu do të ishte Luljeta Dollani, para që na ka heqë na lista neve, edhe Belinda Bolluku që ka ardhur i ka tunë çelsat ke pallati i ri atje batan, ata çelsat e ton ku i çoi Belinda Bolluku, i futi këtu. Gjithikës ku kam letrat të firmosura nga zotrinj që janë atje brenda, edhe na kanë thënë që të drejtë kini për këtë problem, por do të vijmë përgjigje më mbrapa. Tashti kërkojmë edhe një ndihmë. Ku mund të vemi? Protestuesit paralajmërojnë se në mungesë të një reagimi konkret do të përshkallëzojnë protestën duke zhvendosur drejt Tiranës përpara institucioneve përgjegjëse.